Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Lidhur me madhështinë e Ehli Bejtit dhe rëndësinë e ligjeve të Islamit. Por Allah, unë jam në brendësi të mesazheve të përçuara, të përmbushjes së premtimeve e të gjithë kuptimeve të fjalëve. Njerëzit e shtëpisë së profetit zotrojnë dyert e urtësisë dhe fanarin e qeverisjes. Shtigjet e fesë janë veç një, e udhët e saj janë të drejta. Ai që i ndjek arrin dhe gjen, e ai që uri larg humbet mendjen dhe pendohet. Punoni për ditën kur do vihen në peshore punët që bëte, kur do t'ju duhen zahiret. Nëse urtësia e mendjes si japin dot njeriut do bie ndihmë, nuk ka si të pres ndihmë nga urtësia e mendja e të tjerëve që i rin larg e që si sjellin dobi. Prandaj keni frikë prej zjarit me flak të lubishme e bark të humnershëm, me veshje të hekurt, që si ndryshket kur e që pi veç gjak të qelbëzuar, dhe keni parasysh emri mirë që Zoti i Madh ia ruan njeriut midis të ngjashmëve të tij, është më me vlerë se pasuria që ai vetë u lë e për të cilën s'do t'ia di askush për nder.